Në orën 5 të mosditjes dje, më ka razjarë këtu në stallë, nga shkëndia korrentit. Unë dyshoj vetëm nga korrentit që ka qenë amortizimi i dobët, edhe më janë djegë 270 dele, vetëm një ka pështu e 40 qingja. Edhe më kanë cofë edhe 2 lopë e 7 viqa. Edhe stalla është 230 metra katrore, 130 metra katrore. Po, totalisht, kjo. Kurse tjetërën kanë ardhur zjarr fikse, kanë lajmëruar zjarr fiksen edhe ma kanë shpëtu. A erdhën në kohë? Kanë ardhur në kohë, por nga largësia që ishin deri këto kanë ardhur në kohë. Duket se era... Nga era fort, ka qenë shumë erë fort edhe nuk u shifte asgjë, vetëm një dele, nga delet vetëm një ka pështu, një dele. Edhe 100 që pa të shpëtuar, edhe ai cofi ka cofë sot. A është dëm i madh për ju? Po ç'a të bëjmë tani? Dëm shumë i madh është, po s'kemi ç'të bëjmë. Paka shumë. Ç'a vjen nga Perëndia, nuk kemi ç'të bëjmë ne. Keni shpresë se mund të ndihmoni nga shteti, keni një thirrje? Na i kemi bërë gjitha tani, po na ndihmoj mirë, s'na ndihmoj shnok vet. Paka shumë dëmi që është shkaktuar sa është i përllogaritur? I përllogaritur tani shumë është ai, po nuk e di sa, me bazë me llogari me lapë si kam bërë, po shumicë. Paka shumë sa mund të jetë? 90 milion. Funksionerisht si biznes? Po. Jam me nipte me gjitha me nip të rregullt, me numër, me gjitha të matrikulluar, me gjitha. Keni vite që operoni këtë lloj biznesi? 12 vjet. 12 vite. A mendoni se do t'i riboni prapë apo me këtë dam vështirë? Po na ndihmoj shteti do i bëjmë përsëri. Po s'na ndihmoj, do të fillojmë të heqim edhe këto si kemi, sipas asaj, sipas mundësive që t'na jepen.